Territori i Kosovës për datën 30 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje të lehta shiu në disa zona. Paraditja dhe pasditja do të kenë vranësira të shpeshta me intervale të shkurtra me rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 2 deri në 8 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 7 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri në 7 gradë Celsius, Pej 2 deri në 7 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 6 gradë Celsius, Gjakov 3 deri në 9 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 8 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 7 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri në 6 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 6 gradë Celsius, Suharek 3 deri në 8 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 8 gradë Celsius,